e mirë, shumë mirë tashmë që atë kemi tek bulevardi të Sportit të Kombit për të vijuar me një tjetër temë, sidomos sot që ka dyndje, lëvizje makinash, është e hënë, domethënë shkojnë në për punën, për shkolla, nisjava, po edhe në fundjavë, po ta keni vënë re dyndje. Jo, nuk marrim rastin që kishin probleme rruga, domethënë këtë fundjavë dhe, po në përgjithësi ka lëvizje. Mirë po, domethënë në shumë raste shoferët gjobiten për tek arinë shpejtësive. Nuk është kjo tema, por sot po tema është tjetra që ju ka ndodhur, besoj që ju ka dalë befas, polic apo polic civil të rrugores që tak kanë nxjerr tabelën. Ju se keni parë, ju se keni mendjen, po thjesht ata kanë qenë të fshehur. Pra, në shumë vende të botës, përfshirë edhe në Shqipëri, kontrollet e trafikut dhe përdorimi i patrullave të fshehta apo civilëve në rrugë janë tema që ngjallin debate mes qytetarëve dhe autoriteteve. Qëllimi i këtyre masave, sipas policisë dhe kuptohet, domethënë, është përmirësimi i sigurisë rrugore, ulja e shpejtësisë dhe lëvizjes së automjeteve dhe parandalimi i aksidenteve. Megjithatë, shumë drejtues makinash i perceptojnë këto praktika si kapje në kurth për gjobitje, domethënë, ka dalë çeftas, doli si kukullaj, bram, për një herësh. Veçanërisht kur këto patrulla që ndrojnë të fshehura ose kur përdoren policë civil për të monitoruar shpejtësinë dhe sjelljen e shoferëve. Dhe pikërisht për të ne kemi të ftuar këtu në studio Fatmir Hashun, i cili është ekspert i sigurisë rrugore. I dashur, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirë se ju gjeta. Domethënë, nuk të ka rënë rasti ndonjëherë, besoj që të dalish befas për një herë. Rasti në fakt na ka rënë, por jemi edhe në shik të mësuar, edhe me vendet ku rrinë zakonisht. I ka ndru drejqe, se kështu e dia dhe unë. Po shikon, nuk është ky problemi, problemi është se ne në fakt duhet jemi të monitoruar gjatë gjithë kohës për lëvizjen. Po kjo është praktikë normale dhe i ligjshme që policia rrugore të vendos patrulla të fshehura për të kapur shkelësit. Atëre, unë do të ndaj në dy pjesë, ashtu si që përmëndët dhe ju. Pjesën e atyre që dalin befas në rrugë, me atë tabelën, duke mos llogaritur shpejtësinë 1 dhe rrezik për jetën e tyre 2, dhe ato patrullat të cilat janë në lëvizje bashkë me ty, dhe në qoftë se shikojnë diçka që nuk shkon, të del përpara dhe të ndalon. Kjo e dyta, në shumë vende perëndimore, është praktikë e cila ka dhënë një efikasitet shumë të madh. Dhe në të gjitha rastet, domethënë vetë drejtuesit e mjeteve janë shumë të kujdesshëm. Po të shikoni dhe në rrjetet sociale tash, ka me 10 qindra dhe mijëra video që tregojnë pikërisht këtë lloj policie, e cila është në lëvizje paralel me gjithë drejtuesit e mjeteve, dhe kur shikon diçka që nuk shkon, shkon me qetësi, me sinjalistikën për kace, e ndalon dhe pastaj i vendos atë gjobën të cilën ai drejtuesi i mjetit duke ka menduar kur. Kjo është normale, thotë. Pjesa e dytë, pra e policisë në lëvizje, të cilën unë e kam, domethënë e kam rekomanduar këtu e 15 vjet të shkuara. Ka enda civilën ta? Shiko, jo, kjo është makinë policie dhe janë polic të trajnuar, të specializuar dhe flasim në qoftë se shpejtësia e lëvizjes është 90 dhe është një makinë në lëvizje me 120 e mëtej, natyrisht që do të ndalosh, ose kur bën parakalime të gabuara në seri, natyrisht që është rrezik për mjetet e tjera. Por ata policët që rinë mbrapa atyre ferrave, jo vetëm që si jam dakord, por është një nga gabimet më të mëdha dhe kur gjendesh përballë tyre, e para njerë bën pyetje pse ndalove, sepse kur ti je në rregull, ata thot, të lutem, thot, një kontroll rutin, çdo me thënë kontroll rutin. Unë po shkoj në punën time, jam brenda të gjitha rregullave dhe ai ka qejf që të vendosin në gjop. Ne kam bërë, ne kemi ndaluar kështu. Po, pikërisht je i detyruar të ndalosh, sepse po të ikësh të nxjerrë në kërkim. Po problemi është sepse qëllimi e që ndaloj nuk justifikon arsyen pse të ka ndaluar. Dhe ky është një gabim shumë i madh, sepse në përgjithësi, në praktikën e policisë, të gjitha postobllogjet bëhen në bazë të planit të organizuar, ose kontrollet e shpejtësisë së lëvizjes në rrugët interurbane lajmërohen me tabela të qarkullimit rrugor. Kujdes, kjo rrugë është nën monitorimin e shpejtësisë së lëvizjes. Pastaj nëse ti e anashkalon për një arsye ose për një tjetër, merr gjobën dhe jemi në rregull. Jo, dakor, po këto policët edhe kot nuk më çifen, domethënë një qëllim është. Domethënë që ai synon me vetën. Doni një shembull i cili më ka lënë një shije shumë të keqe? Po shije mund të lër, po problemi është Jo, që duhet zgjedhur bilet për mua dhe urgjentisht. Kemi fillimin e autostradës së re me pagesë nga Vora në drejtim të Thumanës. Me njëherë sa futesh nga në drejtim të Vorës, kur merr kthesën djathtas, çuditërisht 1 kilometër më tutje ka një postoblok policie i cili verifikon shpejtësinë e lëvizjes.
sepse na pas ka një tabel 90 km/h. Pra, një tabel e vendosur gabim për mendimin tim, sepse rruga i ka parametrat për 130 aq sa është projektuar, dhe ndërkohë një trup policie kontrollon pikërisht shpejtësinë e lëvizjes. Kush është qëllimi? Është thjesht gjobvënie. Më kapin lek. Është thjesht gjobvënie, po kapin shumë, sepse qarkullojmë shpesh dhe në përgjithësi ka 2-3 makina të ndaluara dhe ata të bëj dhe kundër pyetjen. Po ti kur e shef të tabelën që është me 90, pse shkon me 130? E para, edhe ta fillova që nga tabela, sepse duke njohur mirë dhe këtë pjesë, ajo tabel për mua është e pa justifikuar, sepse dhe rrezja e kthesës dhe rruga ka parametra të tillë që duhet të jetë shpejtësia e lëvizjes 130. Tani, këtu jemi në një situatë të tillë. Ti futesh në një rrugë për të cilën nesër dhe do pa... Dakor, me ty jam unë, vetëm se është e njëjta gjë si mua për shembull në 4:30 të mëngjesit. Po. Që mund të kaloj me të kuqe. Dhe prit një sekond. Se dhe sipas mendimit tim, në ato orë s'ka ndonjë problem. Ja, shiko, e kuqja është një sinjalistik e cila është detyruese për të ndaluar. E kuptoj. Pra, nuk është e njëjta situatë pavarësisht se mos u habit që ne jemi bërë tolerant dhe kësaj kuqes, nuk heqin lejen e drejtimit, po vetëm e gjovisin. Kjo pjesë nuk ka pëlqyer kurrë. Nëse. Domethënë, nga gjithë kjo histori, domethënë të pëlqen, a ndikon prania e patrullave të fshehura në uljen e aksidenteve rrugore? Kemi statistika? Shiko, statistika unë nuk kam vetë personalisht, po për mendimin tim kemi pas dhe dëmtime të policëve pikërisht nga këto lloj daljesh, jo vetëm të befasishme, po dhe në vende në të cilat ti nuk arrin dot të frenosh mjetin. Po, dakor. Ky është problemi më i madh që unë e shikoj. Dhe që këtu do të mendoj një radhë parë për shëndetin e tyre. Po ndërkohë vetë ata që bëjnë këto planet e vendosjes së tyre mos më duke normale. Ose janë disa pika për shembull në linjën nga Tirana deri në Vlorë, rri atje për shembull për të matur shpejtësinë kur gjithë e dinë që ai po rri aty. Kjo më duket jo efektive. Dhe ata dy punojnës policie i lodh aty gjithë ditën dhe në fundit s'ka rendiment. Por më kanë thënë që kanë dalë kështu aplikacione që lajmërojnë që kujdes se nuk e policia. Jo, e ka vetë për shembull ka shumë navigatorë të cilët e kanë pjesë të tyre. Kapin pjesën e aparaturës dhe thotë ul shpejtësinë se ke përpara postoblok ose ke radar. Gjë e mirë është kjo. E mirë. Për mua e mirë është sepse në fundit është një autokontroll. Po. Është një autokontroll. Por në botë kjo e para për shumë pothuajse nuk ekziston kurrë. Po, ka vende në botë, sidomos në qendrat e banuara, aty ka një kontroll më të shtuar të shpejtësisë së lëvizjes dhe arsyeja dihet, sepse rritja e shpejtësisë në zonat e banuara është shumë e rrezikshme. Po dieta, dëgjoj. Po a duhet që kontrollet rrugore të jenë të paralajmëruara, për shembull, me tabela ose me këtu ke kontroll. Kontrolli i shpejtësisë ka tabelat e vendosura. Apo efekti është më i madh kur janë të papritura? Jo, kur ti lajmërohesh dhe ti e bën shkeljen me vedije, unë them se me vedije ke marrë dhe gjobën. Por në përgjithësi edhe me kod rrugor është e sankcionuar që duhet lajmërohesh se kjo rrugë është e monitoruar për kontrollin e shpejtësisë.